Janë 670 aplikues në total që kanë shprehur interes për të përfshirë në paketën e maleve në territorin e Bashkisë Shkodër, një proces që synon nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave malore. Shifrat janë bërë publike nga drejtori i përgjithshëm i planifikimit dhe zhvillimit të territorit në Bashkinë Shkodër, Mikel Kopsaj, gjatë një interviste për mediat, duke marrë parasysh potencialin e lartë zhvillimor të territorit dhe interesin e shtuar nga përdoruesit dhe investitorët me vendim të Këshillit të Ministrave numër 714, datë 26 nëntor 2025, pas propozimit të Bashkisë Shkodër, janë shpallur zonat e para prioritare për zhvillim. Për sa i përket paketin e maleve në Bashkinë Shkodër, ka një interes të lartë në aplikime, janë afërsisht 670 aplikues për paketin e maleve. Kjo kuptohet edhe në potencialin e jashtëzakonshëm që ka Bashkia Shkodër, janë miratu me VKM, hartat e para me potencial zhvillimit, ku konkretisht janë Theth në Lysa 274 aplikues dhe Ragam Sheldi 51 aplikues. Gjithashtu Bashkia Shkodër ka dorëzuar dhe hartat e tjera me potencial zhvillimit, ku konkretisht janë Shal, Shosh, Pult dhe Posrrip. Edhe në këtë zona kemi një numër të lartë të interesuar për paketin e maleve, afërsisht 150 aplikime. Patjetër që ka asistencë nga Bashkia Shkodër, nga Bashkia Shkodër në qendër, gjithashtu dhe në njësitë administrative, ku stafet e Bashkisë Shkodër me administrator, me kryepleq, dhe të jenë në dispozicion të aplikuesve për plotësimin e dokumentacionit. Gjithashtu, gjaj rastin, bëjnë një thirrje, përderisa aplikimet janë të hapura, ftoj qytetarë të aplikojnë në këto zona që ne i citum, domethënë në zonat e miratuara dhe në zonat që presin të miratohen, të bëjnë aplikimin. Asistenca Bashkisë Shkodër është e gatshme kurdoherë. Sipas të dhënave të publikuara, zonat që kanë regjistruar numrin më të lartë të aplikimeve janë Theth ndër Lysaj me 274 aplikime, nga Ragam Sheldi me 51 aplikime. Në vijim, Bashkia Shkodër ka hapur thirrje publike për aplikuesit e interesuar, të cilët do të dorëzojnë dokumentacionin përkatës përmes portalit i Albania, me qëllim nisjen e procedurës së njohjes si posedues jo pronar. Sipas Bashkisë Shkodër, paketa e maleve do të krijojë mundësi konkrete për investim, duke ndikuar në zhvillimin ekonomik lokal, rritjen e turizmit malor dhe forcimin e qëndrueshmërisë së zonave prioritare. Ndërkohë, duke marrë parasysh potencialin e lartë zhvillimor dhe interesin e shprehur edhe në zona të tjera, është dërguar kërkesa për shpallje si zona prioritare edhe për fshatrat të njësisë administrative Shal, Pult, Shosh dhe Posrrip.